Mediat italiane kanë zbuluar detaje tronditse në lidhje me vrasjen e 22 vjeçares shqiptare Ilaria Sula, e cila u gjetë e vdekur mëngjesin e të mërkurës në një zonë pyjore pranë komunës së Polit, rreth 40 kilometra larg Romës. Pas kërkimeve intensive, trupi i saj u gjetë imbuluar në një valixhe i hedhur në një gremin. I dyshuari kryesor për vrasjen është i dashuri i saj, Mark Samson, një 23 vjeçar me origjinë filipineze, i cili është arrestuar nga autoritetet italiane. Sipas hetimeve paraprake, ai dyshohet se ka goditur me thik Ilarian në apartamentin e tij në lagjen afrikano të Romës, dhe më pas ka tentuar të fshet trupin e saj. Policia ka zbuluar se Samson ka përdorur telefonin e Ilarias pas vrasjes, duke dërguar mesazhe dhe postuar në rrjetet sociale për të krijuar idenë se ajo ishte ende gjallë. Ky detaj ka ndihmuar autoritetet të zbulojnë të vërtetën dhe ta vendosin Samsonin në qendër të hetimeve. Ilaria Sula ishte studente në Fakultetin e Shkencave Statistike në Universitetin Sapienza të Romës dhe jetonte në një apartament me shoqet e saj. Më 25 mars, ai u largua nga shtëpia pa dhënë ndonjë shpjegim dhe nuk u kthye më. Familja e saj, e cila ka qenë shumë e shqetësuar për zhdukjen e vajzës, alarmoi policinë italiane, duke nisur kështu menjëherë edhe kërkimet.